Pse 20 e shumë fe? Ato janë domethënë pjellë njerëzve që kanë bën ndryshime, kanë qitë sene që ku deri tani tha, ky është zot, ky është musliman, e ka zotin e vet, e pe imamit tash ky pas ka një zot tjetër. Pra për mua zoti ka tjetër për to tjetër. Unë asgjë nuk them diçka që është në kundërshtim me Kur'anin. Kur them Zoti im dhe Zoti juaj, unë përdori pasordin fjalë kalimin, othtu, për të mbrojtur nga energjia negative e njerëzve, njëjtë siç e përdorte Hazreti Musa përballë kundërshtarëve të tij. Kemi edhe një pasfort fjalë kalim të folja udhëto që është shumë i rëndësishëm në aktivitetet shoqërore, po do ta mësojmë teknikën e ti në mënyrë që ta përdori në momentet e duhura në sfidat e jetës. Në ajetin 27 të surës Al-Ghafir, inni uthtu bi rabbi wa rabbikum min kullu mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Unë kërkoj strehim tek Zoti im dhe Zoti juaj, nga çdo arrogant që nuk beson në ditën e llogaritjes. Për shkak se e mohon që ato që ka mësuar në medres, e mohon që ato që po thotë të ka studiuar në Egjipt, e mohon që ato që e paraqit aty dhe bjen desh, nëse e shiqon emisionin, dul kundër këtë aso që a thot deri me tani. Edhe për tefsir që thirret. Prandaj është vetëm një Zot, nuk ka tjetër përveç tij. Ky ka harruar se Allahun e ka Zot. Ki nuk e kupton dhe nuk di me bë dallimin mes fjalës ilah dhe fjalës Rabb. Është për keqardhje, nuk është vetëm ky, të gjithë janë të njëjtë. Punët tona dëshmojnë se kush e ka Zotin e vërtetë. Unë me ajete nga Kurani për e dëshmoj para jush se Zoti i Hoxhës së kombit të sultanit është Xahiljeti, Zoti i gënjeshtrave, e jo Zoti i vërtet. Ilahi. Hoxh. Ila. Po në statush më pajtu Se filmi me Gibsonit e kile. Hajde Mel Gibson, hajde. Edhe ti e thu bismillah, për hunë të shpanë për buk, bëj bismillah. Bismillah. Zot, ato pas bismillah s'po dhe me ledu si duhet. Një fëmijë 5 vjeçor që mëson në xhami thot Bismillahirrahmanirrahim. Jo bismillah. Fu bismillah. Jo, hoxho. As do më thonë bismillah. Dhe ka vë, fu bismillah. Themi bismillah. Noma jam, edhe gjysha jam, edhe ka shqiptar që 6 vjet thuj në emër të Allahut. Bismillah. Ja pas ndryshove. Gjuhë shqipe. Aty për aty, njerëzit që janë thirrë, që mendojnë që janë doktora, janë ndryshojnë gemat Kuranit, mushafi. Tim shkupi shiqer Zotit nuk janë ndryshon. Mos u god, se nuk e pranon një fakt. A munut germa e mu bo a. Cilën gjuhë po fleto ti? Gjuhën e Kuranit. Unë jam shqiptar i besimit shqiptarisë. Se nuk e ndryshoj, se me këta kam u përgjesh para Zotit tem. Unë e kam Zotin tem, ki e ka Zotin e ti. Ti ki Zotin tam. Ja më segot. Unë nuk gutem, o Molla Sadri, sepse e di saksisht se çfarë po them. Unë nuk e kam të programuar trurin me besuar se Hoxha, imami i muslimanizmit, fesë së turkut, është kujdestari im kur bëhet fjalë për besimin tim në Ilahin. Tani u përsëriti fjalën othto edhe një herë aty ku përmendet në Kur'anin famlar. Dhe 20 të surës Ad-Duhan, wa inni uthtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Dhe unë kërkoj strehim të Zoti im dhe Zoti juaj që të mos më të mëtoni gjuani me gur. Vetëm sa po informojmë këtë e përdori shpesh, unë për njerëzit nuk mundën me kuptu, po çdo herë kur e përdori, dal fitues. Si që e sheni, janë në lidhje me Hazreti Musa. Në origjinë rrënja kësaj fjale ajn vav dha është udh. Ajni është me u dhe germa dha është me sukun. Në lidhje me këtë pasfort fjalë kalim, nuk do të jap shpjegime, detaje mbetet të ushtrohet teknika e saj nga besimtarët shqiptar, nëse kanë kyçe në librin e Zotit, Kitab Allah. Por është me nënësi me ditë ku, si dhe me kap pikën kur duhesh me përdor. Një fej? Asë shumë fej. Një fej ashtë. Vesh një fej. Feja islame, që këtë profetet që kanë qenë prej Ademit a.s. dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë besu Zotin një. Pik. U kry? Tim, ju lutem, pse 20 e shumë fej? Nuk Ju ka. lutem.
Dëgjo, si cili njeri lind me fenë e ti. Ti ke lind me fenë tonë, unë kom lind me fenë tim. Pse një Zot e shumë fe? Nuk janë shumë, si cili feja mos e përzi me libër të Zotit, me religion, me besimin ku besoj njerëzit. Pse një Zot e shumë besime? Tjetra pyetje. Për shkak se besimi është i lirë. Nëse shkon të ajeti 99 i surës Yunus, vetë aty është informacion ja. Ti do të dërësh njerëzit besoj kur ajo është i lirë, dhe besimi është i lirë me Kur'an. Që kjo është shto, nuk është ndryshe që nuk guxon të ketë imponim dhunë në din shtetut fe, shumë e qartë, por nuk guxon as në iman besim të ketë imponim, ose me dhunë ta detyrosh dikendin në besim. Lere ta imponosh identitetin popull musliman, popull krishter, apo ndonjë tjetër tash të quajtur fetar apo afetar, ateist që është rrepsisht e ndaluar në Kur'an, po është edhe vepër penale në shtetet me demokraci të zhvilluar. Në Kur'an është e garantuar liria e secilit në përcaktim për të besuar apo jo. Në lidhje me këtë garancë do t'u asjellë vetëm ajetin 99 në surën Yunus, "Wala sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an, afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin." Si kur të kishte dashur Zoti yt, do t'i besonin shka janë në tokë që të gjithë. A ti do t'i detyroshin njerëzit të bëhen besimtar? I sene që ku deri tani tha, kjo është Zot, kjo është musliman, e ka Zotin e vet, e pi momit tash ky pas ka një Zot tjetër. Pra për mu Zoti kon ka tjetër për to tjetër. Faleminderit gjithë juve që i shpërndani videot e mia, paraqitjet e mia, se ne po rritemi shqiptarët po zgjohen prej xhumit dhe Zoti ka filluar me lëshu dritën e vet. Zoti i shqiptarëve. Tjetër, për shembull, jo Zoti i arabëve, jo ai i shqiptarëve. Ashtu sa bukur tham, Zoti i shqiptarëve. Plasin këto katolikë, plasin këto ortodoks, plasin musliman kur tham Zoti i shqiptarëve. Nuk janë mësuar ato mi poshtë shqiptarë që kanë sot. E keni çorda jo. Katolik papurin e Vatikanit, ortodoksat janë Latopsin e Greqisë, këto muslimanët kanë më shumë kanë. Nuk e dina me mort Bagdadit, Kairos, Teheranit, Riyadit, Medinës. Unë e thëmë publikisht që Tim Shkupi i ka hip skijat. Unë kërkoj strehim tek Zoti im dhe Zoti juaj, nga çdo arrogant që nuk beson në ditën e llogaritjes.